Mirë se erdhe të dashur Britqapër në Letra Trofejnë, jam Diana dhe të bëjmë leximin e juaj për javën që po vjen. Si që shikoni kam 10 letra me 10 me letrën Oracle, që është mesazhi. I kam ndarë në nivel është punë, ekonomi, financa, po zhvillimi juaj profesional. E dyta është dashuri në përgjithësi, si po ju ecën, çfarë duhet të bëni kështu me radhë, por në brenda kam futur edhe një pyetje konkrete. A do të ketë rikthim apo ribashkim për gjithë ata që janë të interesuar, dhe e treta është rezultati i gjithë këtyre gjërave të tjera. Kam financat, puna dhe ekonomia, që fillon me të dashuruarit, 8 të ujit dhe asi i ujit. Ju ka dalë për para, apo jeni para një zgjedhje shumë të rëndësishme të dashur Britqapër. Në punë apo financa. Problemi këtu qëndron se je duke e shtyr për njërin apo tjetrën arsye, apo je duke qëndruar në mes të diçkaje, po qëndron në mes. Merr një vendim të qartë. Mos u mbaj në dy drejtime, edhe këtë edhe pak edhe këtë. Zgjedhja që do bëni do jetë e barazvlefshme me ndryshimin që dëshironi. 8 të ujit, që është kjo, je duke parë që nuk po ecën si duhet, nga që nuk po bëni zgjedhjen e duhur, apo zgjedhjen ku të fokusoheni. Po qëndron në një situatë që të ka stagnuar, prandaj edhe nuk po bëni këtë zgjedhje. Lësho atë që nuk po të rrit më, nuk po të jep më, nuk jeni të kënaqur më. Mos u mbaj nga frika e ndryshimit apo humbjes të qëndroni aty ku jeni, nga që kjo është vetë sabotim të dashur Britqapër. Lëviz përpara, vendos. Asi i ujit tregon fillime të reja, kur lëvizni të bëni zgjedhjen e juaj, është gati për ty, absolutisht një fillim i ri, një ofertë, një çfarë do që të jetë, por duhet ta keni parasysh që nuk mund të marrësh këtë fillim nëse rri tek e vjetra. Duhet të mos harroni këtë gjë. Hap veten për diçka të re, mos u kap pas komfortit, sepse ky fillim i ri që po vije është vërtet një mundësi reale. Je pra në një zgjedhje, do të zgjedhësh, nëse lë të vjetrën, mënyrën e menduarit, mënyrën e vepruarit, me personin që ke bashkëpunuar dhe kështu me radhë, vjen ky fillim i ri që do jetë shumë më i mirë për ju të dashur Britqapër. Po kalojmë në dashurinë këtu. Kemi kullën, kaosin ndryshe, vajzën e ujit dhe 3 të ajrit. Dhe intimiteti. Nuk ti mund në fakt të çlirohesh nga diçka që nuk është e qëndrueshme, që është kulla. Çfarëdo që po prishet, ta them në kuptimin e mirë të fjalës, çfarëdo që po ndryshon në jetën e juaj, që është këtu, po ndryshon nga që nuk është e qëndrueshme. Një situatë në dashuri po prishet, një mendim, një mënyrë, ose duhet të prishet. Sepse je duke mbajtur diçka me zor që në fakt është duke të dalë si rëra nga gishtat apo uji nga dora, nga grushti. Prano këtë ndryshim, lësho atë që nuk qëndron më, që nuk të duhet më. Pra, është ajo që duhet marr fund. Ndjenjat janë të pastra dhe të sinqerta. Por je shumë e butë sa i përket, apo i butë sa i përket dashurisë, dhe po lëndohesh dhe lehtë për shkak të kësaj. Mos u jep 100% me njëherë, ruaj, kurseje veten, dhe mos e idealizo personin para kohe, apo para se të marrësh atë që do. Le të jap, pastaj të japësh ti. Në fakt të merrni, pastaj të jepni ju. Dhe 3 të ajrit, që janë këto 3 pendla që të po bien,
e ke kuptuar që nuk është duke shkuar, pra ka dyshime, dhimbje ose një situatë e paqartë në dashurinë e juaj. Mos i injoro këtë shenjë. Këtu diçka duhet të mbaroj. Shiko realitetin dhe mos e mbaj veten në konfuzion. Të dashur Bërqapër, pyetjen kam bërë këtu brenda këtyre 3 letrave, do të kthehet personit që dua. Mund të kthehet, por kjo lidhje ka dhimbje dhe paqartësi që ka shkaktuar tek ju. Pa ndryshim real të ky person nuk mund të funksionojnë. Prandaj të dashur Bërqapër, që donin ardhjen apo kthimin e personit që ju doni. Në fakt, të shikojmë holl. Çfarë doni tek ai person kur ka krijuar, ka dhënë gjithë të dhimbje dhe gjithë të paqartësi? Këtë pyetje duhet t'ja bëni vetes. Ti kërkon lidhje të thellë, intimitet në kuptimin e plot të fjalës, mendor, shpirtëror, jo si përfaqësor. Mos u kënaq me lidhje të paqarta, kërko thellësi dhe ndershmëri të dashur. Zgjidh dikë që të hapet vërtet realisht. E ardhmja të dashur Bërqapër është ke fuqi dhe mos dysho asnjëherë në këtë gjë, të shërosh veten dhe jetën tënde. Kur them shërosh, ta bësh gjithmonë më të mirë se që është sot. Ti mund të krijosh rregull dhe stabilitet dhe absolutisht të kesh kontroll në pjesët e jetës tënde. Pesë të zjarrit është stresuese. Mund të ketë tension, përplasje dhe sfida, ndoshta vetëm me veten tënde, për t'i bërë ballë largimit të kësaj situate nga vetja e juaj. Mos u trëm nga këto sfida, ndërto disiplinë, mos u shpërqendron nga çfarë do lloj drame, nga që ajo do jetë dalja apo bileta juaj për daljen në paqe e qetësi. Pra, në para duhet të lesh stagnimin dhe të zgjedhësh atë që është më e drejta për momentin për ju. Në dashuri një situatë duhet të prishet, duhet të mbaroj, duhet të përfundoj për të çliruar, për të gjetur atë paqen shpirtërore. Në të ardhmen po rindërton veten me më shumë forcë. Ajo që po mbaron të dashur Bërqapër nuk është dështim, është çlirimi që të çon në një fillim shumë më të mirë se që jeni sot.